qysh do këtë djali i nanës. Jo, nuk është ai djali që e respekton e don nanën e vet, po është ai djali që nuk mundet mu shkëput emocionalisht prej saj. A ju ka ndodhur edhe juve me pa një 30 vjeçari i cili nuk mundet me marrë vendime vet, po thot ka dalë se dona me pyet nanën një herë. Kjo në esencë në shikim të parë mundet mu duk sikur një respekt për nanën, po në fakt është një farvarësie emocionale e një mungesë shkëputjes prej saj. Kur ky djalë ka qenë fëmijë, dashnia ju ka mësu me kusht. Nëse m'dën mu ki me nejt afër meje. Mos vetone që ka me t'ardh gruaja e ti ki mu largu prej meje. Ky djalë ka kriju një farë nevoje që vazhdimisht me e bo nanën t'lumtur, e nëse jeton jetën e vet ashtu siç don, nana e tij ka me u ni keq. Prandaj kur ky djalë martohet, ka me pas shumë probleme për shkak se gruaja i kërkon diçka tjetër, nana i thot diçka tjetër, e ky ka me u gjetë në mes të dy zjarreve. Personat e tillë zakonisht janë shumë të palumtur, për shkak se nëse e jetojnë jetën ashtu siç kanë qef, gjithmonë kanë me uni që janë të elon nanën e vet mangut. E për me kuptu pse ky djalë u bo qashtu, çka i ka ndodhur, qysh me dallu nëse një shok ose familjari juve është kështu, lani në komente pyetjet e juve edhe e këshyrim në pjesën e dytë.